Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i premte 21 nëntor 2025. Dashi. Sot yjet janë në anën tuaj dhe ata gjithashtu ju ftojnë të bëni një hap të papritur përpara. Në dashuri është më e lehtë të merresh me punë, kthesa pozitive në punë. Demi. Mos u izoloni nga frika e dashurisë, edhe nëse keni qenë vetëm për një kohë të gjatë. Ndiheni pak të lodhur në mëngjes, siklet në kyçet ose këmbët tuaja, kujdesuni për veten. Binjakët. Sot më duhet t'ju lutem të kujdeseni për komplikime të vogla. Për një kohë të gjatë ju keni menduar vetëm për punën. Gaforja. Sharmi juaj është i padiskutueshëm, këto ditë duhet të ndjeni se diçka po ndryshon në jetën tuaj. Lajmet që vinë edhe në sferën profesionale. Luani. Ju dëshironi të provoni një përvojë të veçantë, e doni shumë një person dhe kohët e fundit jeni larguar për arsye të tjera, përpiquni të afroheni tani. Ju mund të realizoni secilin qëllim në mënyrë efektive. Virgjëresha. Ju do të duhet të shtyni një takim, vonesat edhe në kontakte. Kaloni kohë në aktivitet fizik, a e kuptoni sa e rëndësishme është? Peshorja. Nuk ekziston më ajo ndjesia e parahatisë që keni përjetuar në të kaluarën, prandaj edhe në nivel emocional mund të flasim për një periudhë rikuperimi. Akrepi. Shtyrja e takimeve të rëndësishme deri nesër nuk është e gabuar. Provat e reja të dobishme, por jo përfundimtare të punës, ndiheni vetëm në luftime. Shigjetari. Ju mund të shikoni përreth, veçanërisht nëse jeni të lirë nga kufizimet. Shmangni grindjet ose përplasjet me njerëzit e bricjapit ose demit, tani ju jeni në krye. Bricjapi. Kjo situatë ndihmon më të fortë në dashuri. Pastrime të mëdha që po ndodhin në jetën tuaj. Ujori. Projektet me kohë të konfirmuar do të rikonfirmohen, mos u thuaj jo eksperimenteve. Arrin komunikimi bukur. Pare në dalje. Peshqit. Jam i lumtur që kam mundësi të komunikoj se do të jetë një ditë e qartë. Ndryshimi i planeve është i mundur, por dita është padyshim në anën tuaj. Vështrimet tuaja mund të vlejnë shumë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.